drogës, do të thënë pak e zbuloi Shqipëria veset edhe. Është vërtet. Ç'a ndodhi me alkoolin në fillim? Dhe pse alkoolizimi në psikiatri se kuptova? Jo, tani keni drejt. Si ka lind alkooli në Shqipëri? Është gjëja më interesante që shqiptarët me perandrinë otomane nuk mund të përdorin alkoolin. Por çuditërisht që këtë traditë se humbën kohë. Pra edhe bota muslimane, si që të mene edhe tjetra, e përdorën dhe e proponuan alkoolin në Shqipëri. Kemi ardhur deri në vitet 20-30, kur në Shqipëri vihen punishte për alkool për të shit në Evropë. Për të shit alkool industrial apo farmaceutik. Këto u hapën për herë parë në Shkodër, në Korçë, në Vlorë, Tiranë, etj. Më vonë, në priullën e pushtetit popullor, ne e mbushëm Shqipërinë me proponim të alkoolit. Dhe kështë që më dhe jashtë që ishte i cilësisë më të lartë, pasi lojhile që i thonë shqiptarët. Dhe kur filloi alkooli në Shqipëri? Me veprat e 5 veçarit, ku kishte fabrika, uzina, hidrocentrali, 10.000-12.000 punëtorë. Ati shëm dërguar të gjitha mundësit si vatër kulturit të tjera, por këto meshkuj që nuk ishin familje me vete, e gjenë ushtrimin e një farë depresioni ka alkooli. Tu filloi alkooli. Në këtë ndërtimi i veprave dhe ikja larg shtëpisë. Industrializimi shton alkoolin. Industrializimi shton alkoolin. Dhe ato fenomenat anësore që i themin mjekësi, kemi fenomena anësore, kjo ndodh për alkoolin. Dhe çfarë ndodhi? Fillu të na vinë alkoolist. Po kush i sillte alkoolist? Në çfarë vitesh domethënë mbas 70? Mbas viteve 60. Ka filluar pak nga pak. Si na vinin? Na i sillte familja. I sillte lagjës, nuk po sillesh mirë. Lagja? Po, i sillte puna, nuk i sillte në dhunë, po e binte që ai do të vijë. Duhet shkosh në psikiatri, thoshin? Jo, në psikiatri, sot e heq alkoolin. Se s'kishim atëherë qenën e detoksikimit, pas ishe nda klinika si duhet, sepse dukur kemi njohë spitalin nëmër 1, që quaj spitali nëmër 1 i Tiranës. Dhe nga kështë spital, nga kjo nanë, spital nëmër 1, dolen 10 klinika. Dolen 10 specializime dhe mjekësia shqiptare akoma vazhdon të kalojnë në nën specialitete. Në këto kushte, i kishim ne. Fillon të na vinë të alkoolist dhe mjekoshin tek ne. Kemi pas rezultat, sepse me alkoolistët ka rezultat, se ka mjekim. Tek ata mund të ngelin ke rreth 10%. Qa mjekimi bëni ty një alkoolizuar? Bile tani ka 3-4 mjekime, që këto mjekime me thënë gjuhën e popullit, janë ato mjekime që po t'i marrësh të kryojnë neveri kur pi marrë aki. Do shosh në lokal, në gjosh në alkooli, do ndjesh më falë, do kesh nauz, do kesh probleme. Në momenti që ke pirë të ilaç. Do të thënë ka, për ta hequr nga... Po, ka alergji, sa po fullush brenda të alkoolit, tjep alergji, krujtje, koll, del veti ke largohesh. Bile në Amerikë ta jep edhe mjeku patholog ilaçin e alkoolit. A pse mund ta marrësh kudo? Po, mund ta marrësh. Nuk ka nevojë për spitalizim. Po, jo, s'ka nevojë vetëm se ka një gjë Amerika. Të veni letër përpara, thot pasojë 1, 2, 3, 4. Kuptoj. Hedhi firmë këtu dhe pastaj i ke bëj çfarë dush. Po ne marrëm punë me ty. Tani, pra kemi ardhur me alkoolin deri në 90-ën. Vetëm të alkoolizuar? Po, kishim rezultat. Drog jo? Po, jo akoma. Deri në 90-ën asnjë? Jo, kishim drog, po jo drogat e ranë, them që cilat drog kim pas. Pra, ky alkool, gjeri në 90-ën, u shoqëru me këto gjëra dhe nuk ishin problematike. Në punë punonin, ishin shumë miqësor, dhe ishte problem i zgjidhur. Përveç tash ka 10% që mbeten kronik. Nuk mund të shputen. Janë të dashuruar me te, nuk dalin dot nga kikat. Por në vitet 87, 88, filluar një grup të rish në Tiranë përdornin një ilaç që quhet pedidin morfin. Ky ilaç përdoret në kushte spitalore për dhimbje të tjera. Kjo tregon që këto tri kishin disa ankthe, dhe këto ankthe e gjenin dashurin, qetësin ke këto lloj drogash. Madje një nga këto smurna ka vdekur me shring në krah, në qendrën spitale universitare që e merrte vetë. Erdhi moment që nuk jetonte më pa te. Madje një herë na ka hap farmacinë natën, dhe kur erdhi mjesu pa problem, na ka farmacinë smuri, ka marrë, e ku e ditë nuk ka pedidina. E dinte. Ju thash, ju bani inventarin e farmacisë. Ai nuk ka marrë asgjë, thash vetëm pedidinën e tij që ka siklet. Si doni bëni. Dhe ashtu ishte.